Të nderuar, vim në serinë e radhës së podcastit Mos Esht. Do të përqendrohemi përsëri tek situata e asaj fushnjajës që së fundmi ka marrë plak që në kupton fushatën elektorale. Pogradeci në fakt nuk është ndonjë vendimtar për sa i përket vetë qeverisjes qendrore, por ama ka në vetvete kandidatura dhe mandate të cilat përfaqësohen prej vitesh në Kuvendin e Shqipërisë. Për këtë arsye unë kam të ftuar ditën e sotme Bledi Çomën, kandidati i Partisë Socialiste për deputet. Faleminderit që jeni me mua. Faleminderit Armando, mirë se u gjej, është një kënaqësi të jem këtu në podcastin tuaj. Dua t'ju përgëzoj së pari për këtë iniciativë shumë e veçantë dhe shumë e re në qytetin tonë. Dhe një djalë si ju vizionar mund të bënte diçka të tillë. Përgëzim. E vlerësoj shumë, Bledi. Përpos pjesës që ju jeni kandidat, ne jemi dhe miq, kështu që unë patjetër nuk i fsheh dot misit edhe publike. Në fakt, jeni sot në listën e kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste në një listë hapur, ku me thënë të drejtën personalisht nuk prisnja të ishte në listë hapur, prisnja të ishte në listë mbyllur. Jo për faktin që ishte Bledi, por për faktin që është Pogradeci në mes. Dhe duket sikur Pogradeci në vetvete gjithmonë ndëshkohet nga faktet, ose nuk futen persona të cilët kultivohen nga qyteti, ose nga ana tjetër nuk zgjidhen persona të qytetit, por vinë të importuar nga jashtë. Së pari si ndihesh që sot je vlerësuar, je futur në këtë listë edhe ka pak trishtim që nuk je në listën e mbyllur. Atëherë është një pyetje shumë interesante. Fakt për mua është një vlerësim i madh që mbë fakti që të jem përfaqësuesi i Partisë Socialiste në këtë listë, krahas shumë figurave të tjera të nderuara në këtë zonë. Listë e hapur, listë e mbyllur, po, është ky koncept, por në listën e mbyllur ka qenë të themi disi i kufizuar përfaqësimi se një kandidat do të ishte drejtuesi politik ashtu si kundërshtë në çdo qark. Në rastin konkret është zoti Niko Peleshi. Një kandidaturë është e detyrueshme në bazë të ligjit për barazinë gjinore që të ishte grua dhe është e nderuara zonja Romina Kuko, dhe pastaj ishte një vend i hapur për një kandidat, çka është diskutuar midis Pogradecit dhe Maliqit dhe Bilishtit. Por duke qenë që këto dy zona kanë një numër, Pogradeci dhe Maliqi kanë një numër më të madh votash, atëherë është parë që zona e Bilishtit të mos mbetet pa përfaqësuar dhe është një kandidat nga Bilishti, zoti Genti Lakollari, i cili është një djalë me shumë vlera dhe një energji pozitive, i cili është vendosur në listën e mbyllur, kurse pjesa time mbase është menduar duke parë dhe kontributin në zgjedhjet e kaluara. Do qëndrojmë tek ajo. Do qëndrojmë, domethënë është parë një emër potencial për ta fituar këtë garë dhe kjo është arsyeja që unë jam vendosur në një listë hapur edhe për maksimizimin e votës të Partisë Socialiste në këtë zonë, domethënë. Pra ju po më thoni që është një detyrimisht në duke një strategji që Devolli përfaqësohet në listë mbyllur. Po, është një strategji e tillë që të gjitha krajinat të kenë përfaqësuesin e tyre, pra të gjitha krajinat e qarkut të Korçës. Po kjo nuk të sjell pak trishtim në vetvete? Nuk më sjell trishtim, pasi unë nuk i trembem garës, bile këtu të themi duket dhe potenca dhe forca jonë është dhe vlerësimi që do na bëj qyteti, dhe do të jetë shumë pozitive, pasi lista e mbyllur vërtet jep një element të sigurt për të qenë i pranishëm në parlamentin shqiptar, por nga ana tjetër nuk të jep një kontakt të drejtë për drejtë me bazën, kurse kjo është pak a shumë si një sistem mazhoritar, jo proporcional, pra që ti del, përballesh me qytetarët, takohesh me ta, kërkon mbështetjen e tyre dhe mbështetja jote pastaj nëse e fiton është shumë më e fortë kur paraqitesh në parlament. Pra zëri jote është shumë i fortë pasi ke një numër shumë të madh qytetarë që të kanë mbështetur. Megjithëse nëse do të ishte ky sistem në 2021-shin, ju do ishte në kuvend. Po, është e drejtë. Në perceptimin tuaj, vjoni ti mbani të njëjtin potencial elektoral, të njëjtin numër votash. Është shpejt për të thënë, sepse ne do kemi patjetër edhe intervistë tjetër përpara zgjedhjeve, por në ato sondazhe që kryeni, në perceptimet që kryeni me qytetarëve. Atëherë kërkesa për emrin tim ka qenë nga një numër i madh antarësh të Partisë Socialiste, strukturash drejtuese, dhe kjo më ka bërë që unë të ndihem shumë mirë. Realisht e ndjej mbështetjen e qytetarëve në këto ditë të para, besoj që do të jemi më mirë akoma se herën e kaluar. Domethënë të themi vim pas një
mandati i qeverisës 4 vjeçar, pavarësisht që unë kam pasur një profil politik të ulët për shkak se jam përkushtuar profesionit, lidhjet e mia me njerëz dhe me qytetarët kanë qenë të vazhdueshme pasi unë kam jetuar në Pogradec dhe besoj që kjo lidhje tashmë është forcuar dhe është rritur akoma më shumë. Dhe fakti që është vendosur emri im për të kandiduar ka ndodhur pas konsultimeve me faktorët politik, por edhe pas sondazheve që janë bërë në lidhje me emrin tim në Bashkinë e Pogradecit dhe në qarkun e Korçës. Duhet bëj një konstatim në fakt më shumë se një pyetje. Në vetë faktin që këto zgjedhje nuk tregojnë profilin tuaj politik, në fakt, apo prezencën dhe potencën e Partisë Socialiste në qytetin e Pogradecit. Këto zgjedhje tregojnë edhe mbështetjen tuaj individuale. E them për këtë fakt se shumë kush sot mund të jetë edhe i mërzitur me Partinë Socialiste, se janë 12 vite në pushtet, 12 vite të përdorësh një jetën karike e ti nxjerr bojën në logjik. Por duket sikur Partia Socialiste luan me atë rigjenerimin e individëve të cilët kanë një popularitet në qytetin e Pogradecit. A mendoni se po i përdor Partia Socialiste si një karem për të mbledhur vota në këtë moment që në Pogradec dhe mund të lëviznin gjërat? Jo, nuk do ta mendoja kur këtë. Partia Socialiste gjithmonë ka qenë një parti e cila ka prodhuar njerëz, ka prodhuar individ, ka prodhuar platforma dhe programe. Fakti që jemi 12 vite në qeverisje është e vërtet që krijon, të themi, ka ato disa avantazhet e veta, po unë do të shoh avantazhet, do të shoh punët e mira që janë bërë, dhe patjetër që unë hyj për të rifreskuar dhe për energji të reja për të vazhduar akoma më përpara, domethënë. Motoja në Shqipëria 2030 dhe besoj që emri im dhe emri Partisë Socialiste shkojnë bashkë për të arritur këtë destinacion. Nuk do ta besoja as unë as publikun nëse do më thonit që ishit i sigurt që do të hyni të në listë hapur. Të paktën Partia Socialiste edhe zoti Rama bën surprizat në momentin e fundit. Unë s'mund të them, domethënë, si e shef listën zoti Rama, kryetari i Partisë Socialiste. Si e prit aty në momentin e parë? Mua më është bërë ditur disa ditë përpara që do të isha një nga kandidaturat apo alternativat për të punuar për Partinë Socialiste dhe për të kandiduar në qarkun e Korçës. Patjetër që gjithë kjo periudhë konsultimesh që ka nisur prej muaj dhjetor dhe në vazhdim, emri tim është përfolur dhe është lakuar. Ne kemi komunikuar dhe bashkë, por unë nuk kam patur asgjë të konfirmuar. Themi ditët e fundit para se të zyrtarizoheshin emrat, është kërkuar një informacion dhe unë aty kam kuptuar që mund të isha realisht një nga kandidaturat për këtë, dhe pastaj unë e kisha pranuar këtë si ide, kështu që me zbardhjen e listës dhe me dorëzimin e listave në KQZ për emrat e kandidatëve, nisi dhe puna jonë. Eksakt, keni filluar fushatave? Patjetër, kemi filluar takime, kemi filluar konsulta, kemi filluar dëgjesa, po hartojmë dhe kalendarin për të dalë nga java tjetër në teren. Pritet që dilni në teren. Unë do të kaloj në një moment tjetër, duke sigur qasja përpara zgjedhjeve, qofshin qendrore apo lokale, normalisht jap shumë orekse. Qoftë brenda partive të mëdha, por edhe partive të vogla. Ndërto, në Partinë Socialiste në Pogradec nuk ishte vetëm ju emër që lakoheshit. Ndër të fundit që unë nëpërmjet burimeve të mia kam marrë vesh lakoj ishte zoti Thëngjilli, i cili është një emër i njohur dhe me kontribute në Partinë Socialiste, aktualisht dhe kryetar i kësaj force. Pas ju ka pasur ju. Nga ana tjetër zoti Mangëri, Sotriaq Mangëri, i cili po ashtu ka qenë një figurë e cila diskutohej për të mos diskutuar pastaj tek lista e deputetëve që duam, që ka qenë dhe zoti Shkira, avokat me karrierë në Tiranë. Duke sigur i paqt është kjo ndarje, po jo kaq e paqt sa ka qetësin në vetvete. Zoti Shkira ishte shprehur pak në rrjetet sociale që nuk priste këtë rezultat, priste rezultatit e çka nuk kuptoi një rezervë për sa i përket mospranimit të listë. Ndërkohë vetë zoti Thëngjilli e pranoi, si të thuash, atë rreshtimin pas kandidatëve të shpamur. Si e shikon, pate konflikte apo në një moment caktuar atë mbetje me
ata të cilët janë bashkërrugtar tu. Atëherë, të gjithë emrat që ju përmendët janë emra të nderuar të Partisë Socialiste dhe secili ka kontributin e vet. Patjetër që zoti Thëngjilli ka qenë dhe ai një kandidaturë potenciale. Është kryetari i partisë, është njeri i mirë shkolluar dhe me kontribut të madh në këtë forcë politike. Është një nga bashkëpunëtorët e mi pasi dhe në periudhën që unë kam qenë kryetar partie dhe që kam drejtuar Partinë Socialiste të Rrethit, ai ka qenë kryetari i qytetit dhe më pas kemi vazhduar bashkëpunimin. Sotiraq Mangëri është një emër i nderuar, drejton drejtorinë arsimore, por një emër i nderuar, një qytetar i nderuar i Pogradecit. Po ashtu dhe Andi Shkira është një njeri i mirë arsimuar, i cili aplikohen përmjet platformës deputeti që duan. Gjithsecili prej këtyre kishte të drejtë të pretendonte. Në finale emrat do të ishin të reduktuar, pasi lista parashikonte 10 kandidat nga qarku i Korçës në listën e hapur dhe 3 në listën e mbyllur. Pra kërkesat ishin shumë herë më të mëdha dhe sesa numri aktual. Dhe normalisht nga drejtuesi politik dhe nga kryetari i partisë është bërë një përzgjedhje duke patur një përshtatje të listës në mënyrë që të maksimizojë vota. Unë jam takuar si me zotin Thëngjilli, i cili ka marrë mbështetje maksimale për të vazhduar përpara për këtë fushatë dhe kemi diskutuar dhe planin e fushatës, por dhe me zotin Shkira dhe me zotin Mangëri. Dhe zoti Shkira prej dje ka qenë Pogradec dhe do t'i bashkangjitet Organizatës Socialiste të Qarkut të Korçës për të ndihmuar këtë fushatë elektorale. Nga hiri apo nga pahiri? Ai, shiko, tek zoti Shkira nuk mund të themi pa hir, pasi ai është avokat në profesion, Në ngjyrën e kondicionit politike, se kam në aspektin them që ai ka dëshirë të kontribuojë dhe të tregojë veten, paktën kështu u shprehur dhe në një takim që kemi patur bashkë në një kafe informale, dhe besoj që është treguar shumë korrekt në raport me ka uruar. Ai ka bërë një kandidim shumë dinjitos për së vërtetës tek platforma deputeti që duam, ka pas një performancë shumë të mirë, por arsyet janë midis drejtuesit politik dhe zotit Shkira, pra, dhe unë nuk mund të hyj të bëj interpretime të fakteve pse ai nuk është në listë apo pse dikush tjetër nuk është në listë. Surprizova për 2 emra fakt që nuk ishin në listë për deputetë që duam, për Jordan Jorgjin dhe për Andi Shkirën, Janë të dy unë prisja që të ishin. Janë të dy emra që gëzojnë respekt, që kanë integritet, por thash, është faktori territor, drejtues politik, kryetar partie që ka formuluar këtë listë. Unë i falenderoj se ata janë treguar bashkëpunues, pra kemi qenë vazhdimisht me zotin Thëngjilli, pasi ai ishte drejtuesi i Partisë Socialiste dhe normalisht do drejtoi shtabin zgjedhor për rezultate. Besoj që do të kemi rezultat shumë të mirë në bashkëpunim dhe në rezultat i cili do të kthehet në rezultat votash në fund. Ke një të ri përballë, jo përballë, do të thonë në krah, besoj që do të jetë edhe një luftë e brendshme brenda strukturave, sepse detyrimisht të qenë në listë hapur të bën që të luftosh sa më shumë për të grumbulluar sa më shumë vota, dhe për këtë jemi të bindur. Po ke një të ri, është Alfons Soldashi, i cili po ashtu ka një karrierë të konsiderueshme në pjesën e Partisë Socialiste në qytetin e Pogradecit. A ke frikë se mund të fragmentizohet vota si në zgjedhjet e shkuara, ku vullneti në fakt i socialistëve ishte tek ju, por makinacionet e brendshme në llogaritë e listave duket sikur nuk të dhanë atë mbështetjen e duhur. Dua ta nis nga kjo e fundit, mbështetja ime ishte shumë e madhe. Jo, e qartë, mund të kishe marrë dhe më shumë Patjetër. nëse nuk do kishte atë krizë që pati Partia Socialiste këto. Sepse mbahet mend një deklaratë e kryeministrit që thotë deklarata e dronit, deklarata që Blerina Gjylameti do ta keni si punë e këtij dronit në kuvent, ndërkohë që ishte të dy dhe për ju nuk foli diçka, Shiko, Blerina Gjylameti në atë periudhë ka qenë një kandidate në listën fituese, ndërkohë që unë isha një sfidante, synoja thyrjen e ercit, po dhe maksimizimin e votave për Partinë Socialiste. Po dhe mund. Unë bëra më të mirën time, mora një mbështetje shumë të madhe nga qytetarët dhe besoj fakti që në këto zgjedhje jam kandidaturë primare në Bashkinë e Pogradecit vjen si rezultati i votave në vitin 2021, pra i mbështetjes popullore që pata në vitin 2021. Kurse për sa i përket faktit të kandidatit tjetër, pra që cituat, Alfonsi është
i ri i cili vjen me kontribute në Partinë Socialiste, kryesisht në zonën e Buçimasit, ka qenë kryetari i Asamblesë Socialiste dhe kryetar dhe administratori i njësisë administrative. Ai vjen nga platforma e deputetit që dua. Të themi që do të ndjek punën e Partisë Socialiste në njësinë administrative Buçimas, sipas ndarjes që është bërë nga drejtuesi politik, ndërkohë që me pjesën tjetër të bashkisë do të merrem unë. Synimi jonë së pari është maksimizimi i votës së Partisë Socialiste, pasi vetëm ky maksimizim mund sjell fitoren, dhe së dyti është dhe plani individual, por unë nuk mendoj që themi votat tona përplasen apo gërshetohen, por ju mendoj që nuk jemi dy tangente që secili bën atë punën e vet dhe të themi magnetizon votën e vet. Pra, nuk e ndjeni rrezik potencial. Jo, nuk ndjej një rrezik potencial, por ndjej që jemi dy bashkëpunëtorë të cilët do të thellojnë rezultatin e Partisë Socialiste në Bashkinë e Pogradecit dhe do të japin rezultat më të mirë. Ka në një gjas qoftë numerike, qoftë praktike për sa i përket çështjes së përfaqësimit që ju mund të jeni të dy në kuvend? Të paktën objektiva 7 me 3 e zotit Peleshi, të leta nuk kuptosh të pjesë. Zoti Peleshi patjetër që bën objektivin e vet minimal dhe maksimal, dhe objektiv minimal i Partisë Socialiste në qarkun e Korçës është rezultati 6-4 dhe objektiv maksimal i Partisë Socialiste në qarkun e Korçës është rezultati 7 mandate për Partinë Socialiste dhe 3 për Partinë Demokratike. Në të dyja këto raste duhet të kemi parasysh gjithmonë kuotën e barazisë gjinore. Pra, në rast se fitojnë, fillon mashkulli, domethënë kandidati mashkull ose burri i parë që ka marrë më shumë vota, vazhdon me një zonjë, vazhdon sërish me burr dhe në dijenin time vazhdon sërish me zonjë. Jo, është në çdo dy. Domethënë përkatësisht në 10 janë 3. Pak a shumë po që kandidate. Do jetë në 13, fal. Do jetë burri ose gruaja më pak. Pastaj po të marrim të themi fuqinë elektorale të zonave të cilat konkurrojnë për pozicionin konkret, Korça, qyteti i Korçës dhe Bashkia e Korçës ka një numër shumë të madh votuesish, që janë rreth 21.000 votues për Partinë Socialiste. Në vend të dytë vjen Bashkia e Pogradecit që ka 16.000 deri në 18.000 votues për Partinë Socialiste, për të kaluar më pas me Bashkinë e Maliqit e cila ka 12.000 votues për Partinë Socialiste, Devolli dhe Kolonja pasaj respektivisht me 7.500 dhe 3.500 vota për Partinë Socialiste. I gjithë rezultatet nëse bëjmë një shumatore të vitit 2023, nëse mbledhim votat, diferenca ka qenë jo më shumë se 1.571 vota. Çka përkthehet nëse përsëritet sot i njëjti rezultat, ku Partia Socialiste në 2023 ka marrë 60.543, përballë Partisë Demokratike që ka marrë 50.479 dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim në atë kohë 8.493, rezultati sot do të përkthehet 5-5. Ky, më fal, është rezultati i vitit 2021, mos gaboj. 2023 ka pas rezultate. Ju kërkoj ndjes. Për zgjedhjet. Tashti në të dhënat tona ne nuk jemi në këtë rezultat më. Besoj që ky rezultat do të jetë thelluar akoma më shumë dhe prandaj them që rezultati minimal i Partisë Socialiste është 6-4 dhe do ta shihni realisht do ta prekni pas pak kohësh, por nga gjitha sondazhet patjetër që ai rezultat në shifra përkthehet ashtu si kundër thatë ju. Por situatat kanë ndryshuar. Ne po themi vazhdojmë atë punën stabil për të arritur një rezultat të maksimizuar dhe besoj që do të kemi një rezultat mbreslënës, pse jo 7-3. Kjo është shumë larg për të parë. Po, është shumë larg. Kjo është një garanci që ta kanë dhënë qytetarët. Ju më thatë që keni kryer takime, keni propozuar shpeshherë, po në vetvete ka një praktikë të paktën tek ne shqiptarët që deri në momentin e parë ne të rahin supet, kur vjen puna tek votimi, një kryq është. Jo, votuesi shqiptar është dhe ai qarku tonë është shumë i sensibilizuar. Të paktën ka disa shprehje për Korçën që nëse do Korça të do Shqipëria e të tjera. Dhe është një qark i cili lëviz në mënyrë inteligjente. Besoj që mbështetje kemi marrë dhe mbështetje është reale. Besoj për këtë armë.
Unë jam i vjetër në politik, nuk jam i ri, pavarësisht se mosha është e re, mosha ime biologjike është e re, por në politik jam rritur, pra kam qenë forumet rinore në moshën 15 vjeçare dhe e di ç'do të thotë të bësh politik dhe të jesh në politik dhe ajo mbështetje qytetare që kam pasur këtë periudhë ka qenë e jashtëzakonshme dhe e sinqertë. Ju pak më parë, si të thuash, tek rezultati 6-4, sepse unë do të qëndroj këtyre. Kjo është tema më e madhe, sa do marrë Partia Socialiste dhe sa do sepse nuk mund të flasim ende për program përderisa programi pritet që dalim më herët. Duke sigur në rreshta nuk kuptuhat që fushatën do ta bëni vetëm në Pogradec. Pra nuk do të kërkoni vota individual jashtë qarkut. Të paktën në atë që arrita të kuptoja unë mbas edhe publiku, ky ishte nën kuptimi. A është e vërtet që po e lokalizoni vendin ku po bëni thirrje për të mbështetur? Atëherë, qarku i Korçës, parimisht me gjithë kandidatët është ndarë në 3 zona elektorale. Jo, përpos zonave, e kuptova pjesën e ndarjes së zonave elektorale, po besoj se miq mund të keni, të afër mund të keni. Shiko, fuqia ime më e madhe dhe themi mbështetja më e madhe është në Bashkinë e Pogradecit. Pastaj, ne do të synojmë jashtë strukturave të partisë me miq se unë nuk mund të vete të kap socialistët e Korçës dhe të them, shiko, unë jam kandidat më i mirë se kandidati juaj. Kjo nuk është etike, por nuk është as e drejtë. Ata kanë kandidatin e tyre i cili i përfaqëson dhe Bashkia e Pogradecit ka kandidatin e tyre që i përfaqëson dhe kjo është analoge dhe anasjell për të gjithë këta persona. Por patjetër që ne kemi krushi, miqësi në këtë zonë shoqëri dhe do t'i shfrytëzojmë dhe këto themi për të maksimizuar votën e Partisë Socialiste në qark, por pse jo edhe votën e gjithë secilit individ. Ju bërët një takim së fundmi për një prezantim në Pogradec në sallën e Kilemas, si u ndjevet nga feedbacku përpara se të dëgjojmë edhe një sekuencë së shkurtër të fjalës zotit Peleshi? Atëherë kam qenë shumë i emocionuar si nga fjala e zotit Peleshi, ashtu dhe nga elektrizimi dhe ajo çka përcolli salla në atë moment kur u shqiptua emri im. Unë e kisha ndjerë këtë mbështetje që në momentin që doli kandidatura, po tjetër gjë ishte atë ditë, edhe i falenderoj gjithë ata përfaqësues të strukturave të Partisë Socialiste, se ishte një prezantim me struktura dhe me antarësinë, pasi një prezantim i madh do të jetë kur të vijë kryeministri me të gjithë banorët e Bashkisë së Pogradecit. Jam ndjerë shumë i emocionuar dhe i falenderoj të gjithë për atë çka bën ditën e djeshme pra atë prezantim. Do ta ndjekim një sekuencë të shkurtër zotit Peleshi dhe Ne në Pogradec kemi 2 kandidatë për deputet. Kemi Bledi Çomo. Bledi Çomo, bashkëpunëtori tim, bashkëpunëtori ton, prej shumë kohësh, kemi punuar, nuk ka drejtuar Partinë Socialiste, më pas ka bërë një performancë të jashtëzakonshme, të shkëlqyer në zgjedhjet e kaluara. Dhe me të vërtetën, unë e kam ndjerë, ja thash edhe pak më parë, kur u takua me të gjithë kandidatët, e kam ndjerë si një lloj borxhi politik ndaj Bledit, sepse ai ka një kontribut të madh në fitoren e zgjedhjeve të kaluara. Dhe faleminderit nga zemra të gjithëve. Është një emocion shumë i madh të jem përpara jush me një sfidë përpara, të cilën do ta fitojmë sigurisht, nuk ka diskutim. Do marrim rezultatin më të mirë, jam i bindur. Kjo falëndimit tuaj, falëndimit tuaj. Kur më të madhe, tonën për siguritets e bën kryeministri tonë, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama, i cili është avangard në çdo moment me ide të reja, me ambicie të reja dhe me vizion të ri. Pra ndoqëm këtë fjalë të zotit Peleshi dhe tuajin në Pallatin e Kulturës dhe duket pikërisht orientimi dhe mbështetja që jep ai personalisht ju, por nga ana tjetër ju quan dhe si një nga bashkëpunëtorët e suksesshëm, cilat janë lidhjet reale dhe marrëdhëniet që ju keni bashkë me drejtuesin politik qarkut.
Më kritikojnë kur e pyes këtë pjesën e marrëdhënieve personale, por duhet ditur që politika në vetvete nuk lidhet vetëm me atë pjesën publike, apo me pjesën e interesit, por janë edhe marrëdhënie njerëzore në fund ditës. Marrëdhënie njerëzore në të cilën sidomos kandidatët mundohen të shmangen sepse duket e pa nevojshme ndonjëherë në sytë të tyre për sa i përket rëndësisë publike të tyre. Cila është kjo marrëdhënie? Ne kemi një marrëdhënie shumë korrekte dhe të afërt me njëri tjetrin. Unë kam qenë kryetari i Partisë Socialiste për rreth 6 vite në Bashkinë e Pogradecit, më herët koordinatori i Partisë Socialiste për rrethin e Pogradecit për 4 vite të tjera, pra rreth 10 vite në nivele drejtuese. Aktualisht bëj pozicionin antarit të Asamblesë Kombëtare. Në gjitha këto detyra që kam patur një bashkëpunim me të, po kryesisht në periudhën që kam qenë kryetari i Partisë Socialiste. Kemi fituar 4 beteja së bashku, pra 2 beteja për kandidatët për deputet në Bashkinë e Pogradecit dhe 2 për kryetar bashkie. Dhe të themi që mbështetja e tij vinte dhe nga njohja e mirë që ai i bën punës time, apo që e di, po themi, për pikëmërinë dhe angazhimin tim në detyrat që kam patur, në detyrat e mbarshme. E qartë, e di pse që është një deklaratë që unë kam dëgjuar publikisht e zotit Andi Shkira që Niko më ndihmon që këta bëjmë Pogradecin si Korçën. Ka qenë një nga thirrjet që krijoi pak konfuzion këtu tek antarësia e Partisë Socialiste në Pogradec dhe duket sikur gjithmonë zoti Peleshi është kujdesur që të ketë një qasje shumë të mirë përsa i përket dhënies së investimeve në Korçë, vëmendjes së shtuar në parlament Korçës, duke aneksuar pak Pogradecin. Shiko, unë nuk dua të ndalem tek thirrja e Andit, por ne duhet ta shohim si një rajon të madh, Korçën, Pogradecin, Devollin, Maliqin dhe Kolonjën, dhe duhet i qasemi si një paketë totale në të gjitha drejtimet, qoftë në procese elektorale, ashtu në turizëm, në zhvillim, pasi një rajon i disbalancuar sjell probleme për të gjithë pjesën tjetër të Absolutisht, është paketë. Duhet ta shohim si paketë dhe nuk mund të bëj ndarje. Unë i shoh si të gjithë bashkë. Nga ana tjetër, vërtet zoti Peleshi ka bërë shumë për Korçën, por edhe qarqet, edhe qytetet e tjera të qarkut kanë përfituar gjatë drejtimit dhe faktit dhe periudhës që zoti Peleshi ka qenë në pozicione drejtuese e investimeve të shumta. Qyteti Pogradecit dhe bashkia gjatë kësaj periudhe ka marrë një bum investimesh, duke nisur nga ujësjellës kanalizime, të cilat janë përfunduar të gjitha, për të vazhduar me disa projekte madhore, siç janë rrugët rurale që kanë nisur në një pjesë të bashkisë të Poben, apo dhe projekti nisur së fundmi tek rruga Naim Frashi dhe tek Topleci, një projekt i cili së bashku me Lungogjolin e Pogradecit do ta shndrojnë si qytet i cili pritet të nisë pak më vonë dhe do ta fusin në një qytet konkurrues. Pra unë nuk të them, plus që gjatë kësaj periudhe Pogradeci është vërtet mund të ketë pas një kërkesë shumë të madhe e investimesh se Korça. Pasi një pjesë të madhe të investimeve ka marrë rruga hyrëse e qytetit, po të kthehemi disa vite para, Pogradeci ka që pa unaz dhe pa rrugën hyrëse nga lini në hyrje të qytetit. Dhe këto investime, vetëm këto 2 investime, po t'i kapim janë sa të gjitha investimet e Korçës. Pastaj Korça, për të vërtetës, zoti Peleshi i njihte mirë, po themi, nevojat e Korçës, pasi ai ka qenë dhe kryetari i bashkisë. Dhe Korça ka pas projekte të shumta të artuara në kohën e zotit Peleshi dhe kjo ka bërë që të jetë edhe më para në thithjen e investimeve, pra ka qenë një strategji që ata kanë qenë të përgatitur mirë për çfarë do të kërkonin dhe çfarë do të ofronin Korçë, dhe për një qytet të mirë organizuar i cili tashmë funksionon si një pol turistik. Por patjetër që Pogradeci i bashkangjitet Korçës me këto investime dhe së fundmi unë them që edhe e ka tejkaluar mbase po të marrim të analizojmë zërat një për një, Pogradeci e ka tejkaluar në investime. Pra, por investimet mira ka marrë Bilishti, ka marrë Maliqi, domethënë Kolonja po ashtu ka një qytet të mirë investuar. Unë them që qeveria shqiptare ka patur fokusin të gjithë qarkun e Korçës. Dhe së shpejti do të paraqes një paketë të plot turistike. Nuk i shikoj dot të ndara domethënë këto zonë. Okej.
unë nuk dua sot të diskutoj apo të bëj të ktheni një situatë dhe çështje debati pjesën e investimeve në Bogradec apo në qarkun e Korçës, sepse në perceptimin e shumë individëve këto mund të çdojnë apo mund të jenë të ndryshme, ë? Qasjet mbase një ditë mund të kemë edhe përfaqësues pushtetit vendor për të diskutuar. Gjithsesi, keni një opozit përballë, ë? Keni një opozit, po besoj që së fundmi ka filluar jo vetëm opozita e Partisë Demokratike, por edhe partitë e vogla të cilat janë në këtë terrenin e madh të mbledhjes së votave. Dhe me thënë drejtën, një takim i Bojanit i Adriatik Lapajt, duke sigur stoku pak pjesën e Partisë Socialiste apo dhe Partisë Demokratike, e surprizoi pak. Sa frikë keq mundet që votat të shkasin drejt partive të vogla, sepse ju në të gjitha rastet keni bërë një kalkulim si e djathta ashtu edhe e majta që 10 mandate do të ndahen vetëm për partitë e mëdha. Por në asnjë moment duket sikur keni nënvlerësuar shumë ato partitë e vogla të cilat janë detyrimisht edhe me frymë pak më të re se qasjet tuaja. Shiko, elektorati i Partisë Socialiste është i konsoliduar, ne kemi një elektorat të gjerë, jemi në kontakt me ta. Unë nuk shoh një cënim të votave të Partisë Socialiste nga partitë e vogla të krijuar. Nuk dua të shprehem për opozitën, për kundërshtarin tonë. Jo, do të pyesëm. Pastaj ti shprehu se jo. Të më pyesësh, je i lirë, por unë mund të shprehem që ata kanë një lider që vajti të tregonte pralla, u bë gjysh, nuk e pranuan as te prallat, edhe u kthye prapë, pastaj se edhe gjyshin se bëri dot, edhe u kthye prapë aty. Kurse ne kemi një lider karizmatik, Po i cili duket sa i gjyshi që tregon pralla, është ai një ndër ta që japi derën e burgut e Erion Veliajt, ë? Kështu që mos i këtyre të shkuar. kapja i gjysh atë, është drejtësia, ne kemi, domethënë, për sa i përket drejtësisë, kryetari ton ka bërë një qasje të qartë, çdo njeri që ka probleme me drejtësinë i ka individuale, dhe unë nuk mund të shprehem për këtë, por për sa i përket pjesës tjetër, po them që lideri jon prodhon gjithmonë alternativa apo qasje të reja, ashtu si kundërisht edhe ky proces zgjedhor, ka futur element të rinj dhe të themi por të gëshëtuar me persona që kanë kontribuar në Partinë Socialiste për të arritur dhe për të maksimizuar rezultatin, patjetër që në qasjet e një programi final të vitit 2030, ndërkohë që pjesa tjetër mua më duket pa ide, pa konkretizim dhe pa fill, të gjithë luftonin për të themi për të siguruar një vend të sigurt, por që kaq dhe asgjë më tepër. Po më gjithsesi do ta kesh një në Bogradec ke 2 kandidatë, 3 kandidatë të opozitës, po partitë e vogla që nuk janë përcaktuar se në cilin spektër janë, pasi nuk kanë pasur një qasje të themi politike në programin e tyre që janë majtas ose djathtas, pavarësisht se janë të reja të krijuara. Nuk besoj që në qarkun e Korçës riskojnë ndarjen e mandateve midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Nëse do të hyrin në një analizë të ftohtë jashtë politike, nuk e riskojnë çështjen, por riskojnë në vetvete ndarjen e mandateve midis partive të mëdha. Si do ta përkthenim ndryshe? Nëse një parti e vogël sot, e cila është ku di unë, janë 11 besoj, mos gaboj, 11 parti në listë, mes tyre 2 të mëdha të tjerat, do të mbledhin vota. Do të mbledhin vota, i bie që do të heqë një subjekt politik. Ju thatë që kemi antarësinë e konsoliduar edhe elektoratin pas vetes, por në vetvete unë e thash, fillon një mbase pak kënaqësi ndërmjet partive tradicionale dhe me shumë të drejtë, sepse njerëzit mund të jenë lodhur një ditë prej ditësh duke parë të njëjtat figura në 30 vitet e fundit, të cilët nuk kthejnë edhe nuk japin më asgjë për këtë vend. Por gjithsesi në vetvete, prandaj po them, ai druheni që mund të fluturojnë ca vota. Shiko, Partia Socialiste nuk ka të njëjtat figura në 30 vitet e fundit.
Po kanë ikur në burg pjesa më e madhe ja zunzur. Nuk është e vërtet, pasi në burg mund të kenë ikur të rinje të vjetër, kanë ikur ata që kanë pasur kusure. Thash nuk më takon. Nuk dojmë në politika që Është Partia Socialiste që ishte avangardi për të krijuar reformën drejtësi dhe një strukturë të re për të hetuar korrupsionin, kështu që këtë medalje nuk ja heq dot njeri gjatë gjithë kohës, pavarësisht se partitë e tjera u përpoqën ta sabotonin, në fund e kanë votuar, të themi në një farë mënyrë edhe të detyruara si me zor atë paketën e reformës në drejtësi dhe ndryshimeve ligjore. Dhe kjo parti, kjo ka qenë shkaku pra që e ka krijuar për të patur një shtet më të fortë ligjor, ndërkohë që alternativat e Partisë Socialiste në vite kanë qenë të ndryshme dhe të gjithë kanë qenë njerëz të përgatitur dhe më. Pra nuk ndjeni asnjë lloj rreziku ose kanë ose rreziku. Mendoj që përveç se nuk ndjejmë rrezik, ne do të kemi shtim të elektoratit. Më beso për këtë Armand. Po, si shtim, sepse e kam dëgjuar shpesh herë këtë pjesë, e kam dëgjuar edhe nga zoti Beleshi, e kam dëgjuar edhe nga zoti Thëngjilli, po e dëgjoj edhe nga ju shtim. Kë keni objektiv? Cilën pjesë keni objektiv që do t'ju votojmë më shumë? Objektivi jon janë të gjithë qytetarët e Bashkisë të Pogradecit dhe të Qarkut të Korçës. Mirë, sepse një pyetje, i bie pak a shumë janë votohet në 1% të caktuar, dhe 40% përqindja aty lëviz, ha? Vetëm të njëjtët janë, herë kalojnë djathtas, herë kalojnë majtas. Nuk besoj se është ashtu, këto të paktën këtë periudhën e fundit kanë qenë të gjithë majtas. Po jo më se u bëja 3-4 palë zgjedhje që edhe nëse tek Pogradecit, përveç zgjedhjeve vendore, të cilat patët një dominancë tepër të madhe për Gjakolli ka pasur një fitore plebiscitare, të themi shumë të madhe. Patjetër ka qenë një nga fitoret më të mëdha për një arsye kryesore, kandidaturës së dobët që kishte përballë. Kjo është një gjë që unifikohet edhe Partia Demokratike sot. Janë zërat Partisë Demokratike. Gjithsesi, unë mendoj që do të ruhet ajo ai nivel, themi, votuesish. Po keni 3 kandidatë pra. Keni 3 kandidatë. Në çfarë son do të filloj të komentoj nga një. Është Gendi Çela, që pak a shumë është si figura kryesore, që pavarësisht është edhe zonja Brunita Prifti, po nuk di të ta them, po Gendi Çela duket sikur ka një epërsi më të dukshme të mbledhjes votave për sa i përket subjektit politik. Edhe ai në të njëjtën formë si ju aderon për tyrë si deputet. Por nëse do të merren 6 mandate, i bie që e gjithë lufta në Qarkun e Korçës bëhet për 1 mandat, ndryshe nga ju që do e keni për 3. Në një logjikë përgjithshme. Si e shikon figurën e zotit Çela? Sepse të më thuash tani nuk do kemi koment, i bie që ti je pak hipokrit në vete. Shiko, e para njëru nuk mund të komentoj listat e partive të tjera. Unë zotin Çela e njoh. Kemi shoqëri bashk. Por unë votoj dhe kërkoj votën e qytetarëve për Partinë Socialiste. Se djem të mirë dhe djem të fqinj nuk kanë politik. Po flas si kandidaturë përballë jush. Unë shikoj vetëm Bledi Çomo si kandidaturë. Pra nuk e llogarit fare. Jo, nuk e llogarit, nuk dua të shprem në këtë lloj mënyre, por puna ime do të jetë për kandidaturën e Bledi Çomos për fitoren e Partisë Socialiste dhe të kandidatit Bledi Çomo. Gendi Çela është mbas zgjedhjeve do të jetë sërish shoku im, ashtu si kundër ka qenë deri para zgjedhjeve. Jo, sinqerisht unë kam mendim pozitiv për Gendin, por unë nuk mund të shprehem absolutisht. Jo, për më tepër që edhe njihem, domethënë dhe nuk dua të shkel etikën, po themi, edhe profesionale, edhe shoqërore. Ai ka zgjedhur forcën e vet për të performuar, unë kam forcën time, llogaritu nuk i bëj me si do të dalë Partia Demokratike, llogarit si kandidat dhe si drejtues i kësaj fushate, së bashku me kryetarin Gjakolli dhe zotin Thëngjillin, unë i bëj me votat e Partisë Socialiste, me maksimizimin, me ruajtjen e këtyre votave, por dhe një gjë tjetër, Armando, që dua të shpjegoj, ne kemi bërë një punë shumë të madhe me votuesit e diasporës. Po do ta pyesim rreth 20.638 për Qarkun e Korçës. Për Qarkun e Korçës, nga të cilët të evidentuar nga vullnetarët e Partisë Socialiste në Bashkinë e Pogradecit janë rreth 5.000 votues. 5.000? Po, për Partinë Socialiste. Është numri më i lartë i votuesve pas Korçës në të gjithë Qarkun. Me statistikë të konfirmuar nga ju? Të konfirmuar nga ne. Ne kemi qenë në terren, unë kam ndjekur personalisht
procesin dhe takimet në diasporë? Greqi, në diasporë, por kryesisht i fokusuar në Greqi, në Athinë dhe në Selanik. Kemi patur themi një mikpritje shumë të madhe ande dhe një boom, po themi kërkesash për regjistrim dhe besoj kjo do të jetë ajo çka do të sjellë një fitore tonën edhe më të madhe. Po më jepni një lajm që është një lajm i ri, i pa njohur më parë, por siç do të jap edhe unë një lajm që është i pa njohur më parë. Në vetë faktin, në ata 5.000 që ju keni evidentuar si votues Partisë Socialiste, sipas të dhënave të mia nga burimet të sigurta edhe brenda Partisë Demokratike janë të njëjtët emra të deklaruar të personave në diasporë si Majtas ashtu të Djathtas. Nuk e di pse kanë bërë, nuk e di cili është kredibiliteti politik që marrin, por unë kështu e di. Jo. Unë kam qenë vetë në takime, Armando. Pavarësisht takimeve, unë po flas për takimet. Pjesën më të madhe të personave të njerëzve i kam takuar personalisht. Mbështetja ka qenë shumë e madhe për Partinë Socialiste, pasi unë nuk isha si kandidat, po isha si një nga drejtuesit e Partisë Socialiste në këto takime. Patjetër. Në fundjavën tjetër sërish do të jemi në Athinë. Do të jetë kryeministri Rama në një event në Kret edhe në Athinë. Dhe pikërisht figura e kryeministrit dhe qasja e tij, po themi politike, në politikën ndërkombëtare ka bërë që shqiptarët kudo anë mban botës të ndihen mirë dhe të mbështesin Partinë Socialiste. Prandaj ka bërë shumë të lehtë këtë bashkëpunim, këtë qasje, për vetë qëndrimi që ka mbajtur kryeministri në politikën ndërkombëtare me të gjithë shqiptarët anë mban botës. Në nivel qarku janë 20.000, 20 e pak mijë. Si duket prap diaspora në kontekst qarku? Sepse 20.000 nuk kuptohet me një deputet. 20.000 janë afërsisht 2 mandate. 12.000 e pak këto një deputet. Po. 20.000 është, po, eksakt. Si duket kjo ndarje në nivel qarku? A duket që pjesa dominante e kësaj 20.000-shës do të jetë krajush? Rreth 70 deri në 80% e asaj liste do të jetë kranesh. E qartë. Dua të them dhe diçka tjetër, se ka disa probleme ky proces. E para njëherë nga eksperiencat e vendeve të tjera, jo të gjithë votojnë. Eksakt. Pra, aplikojnë, edhe aplikimi ka qenë pak i ndërlikuar, për së vërtetës shumë veta nuk e kuptonin dhe na merrnin nga jashtë afërm. Daja im 7 herë ka aplikuar, 7 herë dhe në parë është refuzuar. Për një presje, një gabim, një pasaktësi në rrugë, domethënë ky sistem vlen për të përmirësuar, pasi kanë mbetur të papërgjigje rreth 50.000 kërkesa. Eksakt. Afërsisht. Së dyti, ata që votojnë, pra ka një qarkun e Korsës neglizhojnë. Ishin 30.000, janë miratuar, domethënë 20.600. Një e treta kanë mbetur pa të drejtën për të shprehur votin, se kjo duhet të kishte patur një zgjidhje që të paktën këta persona që kanë aplikuar duhet të ishin asistuar për ta përfunduar procesin. Pjesa tjetër është që jo të gjithë votojnë, pra nga vendet më të mira shkojnë deri në 80-90% e të regjistruarve të cilët votojnë. Ka 20% që mund. Ka 20% që firo, por ka dhe një problem tjetër, se siç kemi dëgjuar, pasi akoma nuk ka një përgjigje zyrtare nga KQZ-ja për mënyrën si do të procedohet me votimin, do të jetë një proces me disa zarfa. Dhe këtu ka një problem më vete, pasi një nga 3 në vendosjen e zarfit të parë kodit bën që fletat të mos shkojnë në KQZ, po të shkojnë në një vend tjetër apo mos shkojnë në destinacionin e dur. Për ata që edhe kjo do një angazhim shumë të madh, sidomos nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, për të sensibilizuar dhe për të orientuar shqiptarët për mënyrën si duhet votojnë. Për ata që se kuptojnë këtë pjesë, është një element i tillë. Fleta vjen në 3 zarf, po, 2 janë zarfat vendosur brenda, po, bashkë me votën, ku kanë përbërj një barkod, si fillim zarfi i parë del fleta, mbetën 2 të tjerë në të cilën është fleta e votimit, votohet, paloset, mbyllet fleta e votimit, vendoset në zarfin më tjetër, futet barkodi brenda që evidenton zonën nga është votuesi dhe pastaj dërgohet në postë. Zarfi final që është adresa. Edhe për mua më është dashur është disa herë ta përsërisi procedurë që ta kuptoj, jo më pastaj një person që s'ka pjesë. Flasim këtë doja të thoja, pasi jashtë vendit tonë banojnë
shumë persona të cilët janë të moshuar, Eksakt, po. edhe do ta kenë të vështirë, por dhe të rinj, të cilët edhe gjuhën shqipe E kanë pak të vështirë. kanë pak të vështirë për ta kuptuar, pra duhet dikush që t'i sqaroj apo t'i asistoj, pasi janë lindur dhe rritur ande. Tashmë janë 30 vite që shqiptarët kanë emigruar, që nga 35 vite që nga emigracioni i parë, dhe të rinj që kanë lindur së pari ande tashmë janë bërë burra. Kjo është ajo çka dua të them. Është e vërtet. Ne në fakt në Progresi Pres çelëm një sondazh që brenda 24 orëve pati diku afro 900 votues, pjesëmarrës dhe ju nxori fitues të sondazhit, paktën deri në këtë moment me 58% të votave të mbledhura, çka nuk kupton një dominancë. Po kur e them dhe emrin e portalit, është një portal që në vetvete bën oponencë të ndryshme dhe të vazhdueshme, atë gjë që duhet ta bëjmë partitë opozitare dhe kanë lënë mungesë. Në vetvete si lexoni këtë rezultat? Fakti që portali juaj vërtet ka marrë një nismë e cila është për të vlerësuar, pasi në demokraci dhe opozita është e nevojshme. Jo opozita, oponenca se Oponenca, por në mungesën, jo, e thash, edhe opozita është e nevojshme, dhe në mungesën e opozitës, fakti që del një, po themi, një shoqëri civile dhe bën këtë oponencë, është për të vlerësuar, pasi tregon një karakter, një vlerë, na pëlqen apo s'na pëlqen, pasi unë e ndjek portalin tuaj, në shumë raste mund të jem dakord, në shumë raste mund të mos jem dakord, se e shoh në këndvështrimin tim, por nga ana tjetër është për të përgëzuar faktin. Dhe fakti që figura ime dhe emri im vlerësohet në këtë mas kaq të madhe në portalin tuaj, më bën të ndjem krenar dhe t'ju shpreh një falënderim gjithë ndjekësve të këtij portali. Një falënderim nga zemra për përshëndetje. Si e lexoni si pjesë. Pra, është një rezultat i qëndrueshëm, këtë rezultat prisin dhe në kutitë votime. Jo, do të jetë një rezultat më i madh, më beso Armand. Këtu do të jemi dhe kjo është dalja ime e parë publike, e kam nisur nga ju. Shumë faleminderit e vlerësoj. Dhe më besoj që edhe në datën 12 apo 13 kur të përfundoj procesi numërimit, do të jap ekskluzivitetin që të jeni i pari që do të më interviston. E pata fatin në 2021. Madje kemi një foto që u kthye në një Po. në një nga ikonat e asaj periudhe për qytetarinë në vetvete, ku jam së bashku me 3 kandidatët në atë kohë, të cilët Ajo ishte vërtet e mrekullueshme, edhe e rifreskoi një nga mediat sociale të qytetit para disa ditësh, mos gaboj. se kam parë, po do të shoh. Po, e rifreskoi dhe ishte vërtet shumë emocionuese, se ishte një proces vërtet qytetar, absolutisht. Në fund ne treguam që jemi bashkë për qytetin sërish, domethënë, dhe i kalojmë ato ndjesitë personale. E vetme gjë që duhet të jetë Edhe meritën e keni ju se ju e ideuat atë gjë. e kanë ndërprerë lidhje live për bërë atë foto. Po, Nëse ka qenë shumë e bukur. interesant. Edhe jo, e di çfarë plas në gjithë optikën e kandidatëve apo forcave politike, prioritar duhet të jetë qëllimi për të mbështetur, për të përkrahur apo dhe për të zhvilluar qytetin, dhe kjo në fakt nuk i bën nder kur zgjedh dikë tjetër që vjen nga jashtë, por i bën nder kur zgjedh dikë që e njeh mirë problematikën e këtij qyteti. Është shpejt për të folur për këtë pjesë, por besoj që një garanci do të japeni qytetarëve. S'diskutohet. Që një garanci që nuk do ta merrni mandatin dhe nuk do dukeni më në qytet. Se ndodh. Jo, është e drejtë ajo. Është një konstatim shumë i drejtë ky që thoni ju. Unë kam punuar dhe jetuar në këtë qytet. Patjetër që nuk e mendoj zhvendosjen e familjes time në një qytet tjetër, pra do vazhdoj edhe nëse do të rezultojmë dhe besoj që do të rezultojmë fitues më mirë. Nëse mban familjen këtu, je i lidhur këtu. Në qytet, familja ime do të jetoj këtu dhe unë do të jetoj këtu. Mund të shkëputem për të kryer detyrat time si deputet ditët e caktuara të javës, por unë sërish do të kthehem dhe do ta organizoj jetën time krahas banorëve të Pogradecit. Ndërkohë që për sa i përket njohjes të problematikave, unë kam qenë pjesë e administratës si në kryetari i bashkisë, jam qytetar i kësaj bashkie, i këtij komuniteti dhe e njoh mirë problematikën e komunitetit, ndaj dhe besoj që do të jem zëri tyre i fortë si në parlament ashtu dhe në bazë dhe në territor, pra. Pra ju në kuptoni që mund të bëni edhe një oponencë të mundshme për
për problemet e qytetit tuaj në rast se ka nevojë. Unë do të jem një shpresë i problematikave të qytetit. Eksakt. Dhe përcjellës i problematikave të qytetit. Kjo është një nga elementet që më së shumti duhet në vetvete partisë socialiste, por në vetvete dhe qytetit, sepse interesat e partive shkojnë e vinë, po qyteti mbetet. Duhet të pyes për sa i përket, ju e përmendët disa herë, një figurë tjetër po aq e rëndësishme është edhe zoti Xhakolli, apo jo? Po. Në Partinë Socialiste. Një person i cili ka marrë një mbështetje të konsideruar nga qytetarët në zgjedhjet e shkuara. Si janë marrëdhëniet? Si po qëndron ai në garën tashmë të nisur në Partinë Socialiste? Atëherë zoti Xhakolli ka qenë mbështetësi kryesor i emrit tim për këtë kandidatim, pra i pari që e ka kërkuar përfshirjen e emrit tim në listë ka qenë zoti Xhakolli, duke ditur përvojën time, bashkëpunimin që ne kemi patur kur kemi qenë në raportet kryetar në kryetar, pa ai e prorin dhe unë vartës i tij, kontributet tim e mia në Parti Socialiste, ashtu dhe po themi zoti Xhakolli e ka bërë këtë kërkesë edhe pasi ka testuar kërkesat e komunitetit Pogradeci. Mbështetja e tij ka qenë e fortë, do të jemi bashkë krah për krah në këtë fushat elektorale. Edhe ai ka themi peshën dhe përgjegjësinë e vet në këtë proces, Në strukturat, absolutisht. në struktura dhe në kështu, dhe besoj që do të jetë një bashkëpunim shumë i suksesshëm. Pra se të thuash që ke marrë një farë vista. Marrëdhëniet e mia me të janë vllazërore Aha, okay. Kjo është për te politikës. për te politikës. Për te politikës. Nuk e vlen më të komentoj pjesën, sepse dhe ju shmangët pjesës politike përballë, po Thash i vlerësoj jo. të gjithë kandidatët, por pikësynimi jonë është konsolidimi i votës dhe mbështetjes për Partinë Socialiste. Unë nuk dua të analizoj kundërshtar. Për më tepër që ne jemi të gjithë banorë të këtij komuniteti, të këtij qyteti, dhe unë nuk dua të lëndoj ndjenjat e asnjë qytetari në këtë qytet. Okej, dhe unë nuk do të pyes. Nuk pyes. E vlerësoj dhe të Nuk falenderoj. do të pyes për këtë pjesë, kështu që gjithsesi unë do mundohem të kem edhe përfaqësues mbas edhe zotin Ngenti Çela do të jetë pjesë e kësaj interviste. Ditën e diel do të kemi intervistën me zotin Ivi Kaso, që është drejtues politik i Partisë Demokratike për qarkun e Korçës, për cilën ai ka, si thua, ka shprehur disa elemente të reja pa njohura për opinionin publik, por gjithsesi kjo është një pjesë që mbetet diskutim ditën e premte. Cili është mesazhi që i drejton socialistëve sot, i drejton qytetarëve pogradecar, por jo vetëm, edhe në nivel qarku, për të mbështetur mbase emrin tuaj, dhe nuk besoj që nuk do kërkon mbështetje. Atëherë po e shfrytëzoj në mënyrë maksimale mundësinë që më dha portali tuaj për t'u drejtuar gjithë banorëve të qarkut të Korçës dhe posaçërisht atyre të Pogradecit. Do të jem zëri juaj, e kërkoj mbështetjen tuaj si Bledi Çomo dhe si Parti Socialiste. Patjetër që votoni Partinë Socialiste numrin 5 dhe në listë i pari tek lista e Partisë Socialiste është Bledi Çomo, mund të votoni, janë 3 mënyra votimi. Një është që votohet Partia Socialiste dhe kandidati, në rastin konkret Bledi Çomo, një është që mund të votohet vetëm kandidati Bledi Çomo dhe Partia Socialiste e ka marrë automatikisht votë, dhe një rast tjetër është që votohet vetëm Partia Socialiste dhe nuk votohet kandidati. E kërkoj mbështetjen tuaj për të qenë zëri dhe përfaqësuesi juaj, dhe ju falenderoj për çdo mbështetje. Bledi, është gjithmonë kënaqësi që të kem të ftuar djem të mirë të qytetit, jo detyrimisht politikan të mirë, por djem të mirë. Dhe është shumë e rëndësishme që ky qytet ka mungesë të këtyre djemve dhe fati mirë që dalin her pas here figura për të përfaqësuar. Mbase do më kritikojnë ndonjëherë që mbaj qëndrime personale, por tash e kam thënë shumë shpesh, nuk mund të jesh dot i papërfshirë në një vend dhe në një qytet ku të dhem çdo gjë apo kërkon më të mirën e ti. Faleminderit që kishe thotë. Armando, ishte një kënaqësi që ishim në këtë intervistë së bashku. Ju falenderoj pa mas dhe mirënjohje për gjithçka që u bëni dhe për punën dhe për veprimtarinë tuaj. Faleminderit edhe një. Faleminderit, uroj suksese. Suksese gjithë. Gara nuk është larg, kështu që
pritet të shihet çfarë do ndodhë dhe cili do të jetë vullneti, por gjithsesi ne unë do të kem përsëri në studio përpara zgjedhjeve, kështu që faleminderit. Të nderuar miq, mbrim edhe në fund të podcastit të sotëm. Në fakt diskutuam me zotin Bledi Shomba, kandidat i Partisë Socialiste për qarkun e Korçës, njëkohësisht një nga figurat kryesore politike të qytetit Progradecit, i cili nuk është më tashmë shumë larg të qenit përfaqësues në kuvend, paktën sipas anketimeve apo edhe dhënave të fundit që janë siguruar, por ne do të vazhdojmë ditën e diel me podcastin e radhës, ku të ftuar do të kemi zotin Ivi Kaso, i cili do të flasi për situatën e Partisë Demokratike, për ulje ngritjet, mbas edhe për objektivat që kjo forcë politike do të ketë në zgjedhjet e ardhshme. Deri atëherë ju le takim dhe ju përshëndes.